ana jonë. Tash e tutje, do ta kemi një zyrë rajonale në Pejë dhe për gjithçka që keni, ju lirisht adresojeni gazetarëve tanë atje dhe menjëherë materiali do të përçohet në RTK-n tonë të dashurit zemrës në përkrejt territorin e Republikës. Kështu që është një mundësi e mirë që të komunikojmë edhe më afër me njëri tjetrin për gjithçka që ju do të keni për të na informuar. Ngjashëm si do të ndodhe edhe sot, kur do të keni rregulla të reja hyrje, me sa kuptova, në spitalin e Pejës, si kanë qenë deri tash dhe mi thuaj pastaj për ato të rejat. Fillimisht ju përshëndes, ju falenderoj për mundësinë e dhënë. Për ata që e dinë edhe më herët, orari vizitave ka qenë gjithmonë ky që është. Mund të themi se është rregull i ri në thojza që nuk mund të hyjnë më nga hyrja e emergjencës, por nga hyrja e reparteve. Për arsye sepse qendra emergjente ka fluks të madh të pacientëve dhe për parandalime e infeksioneve dhe për një shërbim më cilësor për paciente, ndalimi i hyrjes së vizitorëve nga hyrja e derës emergjente është për një shërbim më të mirë dhe për, si të them, tentimi për parandalim të infeksioneve dhe punës më efikase nga stafi mjekësor. Sakt, pse ka ndonjë shqetësim, ndonjë paralajmërim eventual për ndonjë infeksion apo tash me ardhjen e verës, si me thënë, edhe njerëzit mund të përballen me disa problematika shtesë shëndetësore, ndrrimi i stinëve gjithmonë krijon edhe infeksione. Dhe kjo bëhet për shkak të parandalimit të problematikave të tjera, që mos ta mbingarkojmë spitalin apo jo. Realisht nuk ka diçka, por spitali Pejës ka disa hyrje. Hyrja nga qendra emergjente dhe hyrja nga reparti kirurgjik dhe nga reparti internistik. Deri tani, pas orarit të rregullt të punës, të gjitha hyrjet në spital kanë qenë nga hyrja e qendrës emergjente, nga reparti emergjencës. Ne kemi konsideruar si drejtues të spitalit që është gabim, kështu që për ata pacientë që kanë nevojë për trajtim emergjent, hyrja do të jetë nga emergjenca. Për vizitorët që për pacientë është në spital, hyrja do të jetë nga reparti kirurgjik dhe reparti internistik. Domethënë është shumë e rëndësishme që mos të kemi fluks të vizitorëve nga në repartin e emergjencës, për specifika që ka reparti si repart, për numrin e madh të pacientëve, për natyrën, domethënë për specifikën e punës që bëhet në emergjente, dhe po shpresojmë që së bashku me qytetarët, me gjithë vizitorët, pacientët, të dalim për një shërbim më të mirë cilësor të pacientëve. E kuptoj. Pra, do të ketë një hyrje të bllokut kirurgjik dhe internistik, e orari i vizitave do të jetë nga 13 deri në 14 dhe nga 21 deri në 21:30. Kështu e keni parapare dhe tek njoftimi që na keni dërguar. Jashtë këtij orari, hyrja për vizitorët do të ndalohet, përveç rasteve kur natyrisht është e nevojshme prania e një përcjellësi për pacientët e hospitalizuar. Urojmë që të ketë sa më pak. Është spitali që vazhdimisht prete përcjell pacient dhe po bën një punë të shkëlqyer apo jo. Si po operoni me punët me që jemi këtu, doktor? Mirë gjithçka po shkon te spitali? Sa i përket menaxhimit, se e di që spital nuk shkon njeriu për mirë, pa hajt. Vetëm një sërim. Por atë gjithë ata që mbajnë mend që nga pas lufta këndej, orari i vizitave zyrtar ka qenë gjithmonë nga ora 13 deri në orën 14. Por duke pas parasysh që ka qytetarë që punojnë gjatë orarit ditës, nuk mund të vinë ta vizitojnë familjarin e tij, ne kemi vendosur të kemi një orar që t'ja mundsojmë të gjithë atyre që dëshirojnë të vizitojnë familjarët të vinë për vizitë. Orari i natës është munduar të dakordohet me shpërndarjen e terapisë në repartet caktuara, sepse ka një numër të madh të pacientëve dhe infermierët për me shpërndar terapi në mënyrë adekuate, mos të kenë defilim të vizitorëve dhe pas përfundimit të terapisë së mbrëmjes, t'ju mundsohet të vizitojnë familjarët e tyre. Realisht për një përcjellës për pacient nuk do të ketë kufizim, sepse e dim që ka ndonjë repart që kemi edhe mungesë të infermierëve, po ka raste ku kemi edhe mungesë të barnave, domethënë një familjar ka gjithmonë të drejtën të hyjë të dalë për me siguru ato që ka nevojë për pacient.
Sa i përket si menaxhment, Doktor. e dim që unë Duhet ta ndërpres, faleminderit shumë për këtë paraqitje. Unë po them që të tjera detaje shtesa tash tutje e kemi gazetarën tonë atje edhe do të mund na njoftoni për shkak se do të kemi një kyçje të drejtë për drejtë, tani do të kalojmë nga peja në shtime, gjithashtu për një tjetër hapësirë shëndetësore. Kështu që të falenderoj shumë që u kyçe sot në program. Rregullat do të vijnë në zbatim nga sot apo jo? Po, nga sot po shpresoj mirëkuptim qytetarëve për të mirën e pacientëve. Respekt për gjithë personelin shëndetësor. Faleminderit shumë.